Hello guys. Fillojmë? Fillojmë. Hajde. Atëherë, çfarë është më e rëndësishme? Të dish të vërtetën apo të jesh e lumtur? Të dish të vërtetën. 100%. Gjithmonë. E ne jam e lumtur. Po dita të vërtetën. Po se dita do vrasnjë. Atëherë, Më mirë një thoni vërtet mua. e njëtur se sa një gënjeshtër. Se sa i gënjeshtra të bukura. Bravo. Do dëshironit një burr të pasur apo një burr romantik? Një burr të Një pasur burr se jemi pasur gold se diggers. si du më të romantik, s'na hyn punë. Romantiku. Romantiku s'u mble billat. Po shaka, po bëjmë shaka. Sa i kena gjetë, kena kushtim. Aha. Atëherë, e doni famën pa para apo para pa famë? Përgjigje të jep para. E doni famën? Pa para E që du Yes. famë kësë e para? apo Apo? do para pa famë? Para pa famë. Okej, unë jam e kundërta. Unë mendoj, jo sepse atëherë mendoj se fama nuk t'jep para, por edhe t'jep punë për herë, nëse ti je bazuar tek fama që ke. Për shembull, unë jam një personal trainer edhe nga fama ime normal mund të bëj 4 fishën e lekëve me një personal trainer se s'nifet kërkun. So I think fama të jep gjithmonë lek. Po famë pa para, pra po të thotë. Që s'tjep lek. Thjesht ti je i famshëm. You still doors open everywhere. Tash ti, pyetja është, Unë e kisha sikur ti je broke, ti je në zero edhe je i famshëm. Prap ditësi je ndryshe se sa thjesht pa lek, mendoj. Pavarësisht se unë se kam marr famën për lek. S'di si më shpjegoj. S'm ka hyrë punë, por atëherë, Ha. me qënë se jemi këtu, do një dark me personin që të pëlqen apo 10.000 euro cash? 10.000 euro cash. Gold diggers. For life. Atëherë do të kesh 100k pa follower real apo 1 milion follower falso? 100k real. Se 1.000 s'kam punë. Ke blerë në herë followers? No, edhe se kam plan sepse janë useless. Me neither, Well, fine. por kam parë shumë veta që janë super të Të famshëm. gjithë ju. Ju ulën followersat kështu, sepse i kanë të blerë. Qa hargjo lekot me blerë, rob që se ekzistojnë, men. Vazhdojmë. Kush është më e famshme se sa e talentuar? Unë mendoj se Ju të dyja keni Asnjëna, talent. njona. Në marshit keqet, se kemi famë, kemi shkollë, i kena gjitha, kemi... I kena tanat mirët. Ja, Kush nga ju ka fansat më toksik? Unë, rob, se ma di- kanë Fortinatin edhe blok nuk më bëjnë. Shiko, po, Atëherë. jam rrugës për të bë konkurrencë, po ta them. Kush është influenceri që do doje ta kishe bllokuar prej kohësh? Suada muç. Unë i kam bloku Suad Kozak, atë tjetrin shokun e Kozakut, kush janë shok me njëri tjetrin, ata janë gjithë blok. Edhe kanë hëngër dhe shumë tjerë më low key blok. Po, Blokun e kena kështu pik dobët. easy. E fitoni thjesht. Thjesht mjafton një koment. Do marrim pensionin a do vi pyetja tjetër. Kush mendoni se është krejt ndryshe jashtë kamerave? Në ç'kuptim, më e bukur. Të dyja jemi very nice, po të Dyja. shihni live. Ten. Si, i sekond, para kamerave, who the fuck? Ja, s'po më vjen, se nuk... Okej, mendoju, ma po e më vonë. Aha. Të jesh gjithmonë e bukur apo gjithmonë e pasur? Gjithmonë e pasur se sistemoj bukurinë. Ti e mleke në Çfarë do zgjidhje? Të mos përdorësh telefonin për një muaj apo të mos dalësh për një muaj? Mos përdor telefonin për një muaj. Unë së në rri 2 orë në ditë në shpija. Ku ta gjejmë? Çfarë do të kuriozonte më shumë? Të dish kush flet pas shpine apo kush të ka zili? Asnjëna, përgjigje, sepse edhe ti same gjë edhe kush ka zilit flet pas shpine e vice versa, kështu që plaçi. Atëherë, unë kam një kështu, I feel the vibes, edhe s'ka nevojë ta di se kush flet mas mine, se e marr vesh me one eye look, se jena marr vesh. E po e more vesh punë madhe. Trije. Çfarë do preferoje të humbje, Instagramin apo TikTokun? TikTokun e kam humbë 5 milion herë. No one gives a fuck. Më pak. Kush është më e vështirë për të bërë për vete? Nga ju të dyja. Për kë, për burra, apo për shoqëri, apo për si? Në përgjithësi,
Mendoj jena të dyja shumë kokë shkam, nuk Jena të vështira, guys, për dhe kena gjithë njëra tjetrën. po, jena shumë jo komplikuara, kena shumë standarde të larta dhe nuk na afrohen gocat normale ose njerëzit normal, pa qenë më të vërtet real, të drejtë edhe pa hile. Edhe 2026 nuk ka njerëz pa hile. Atëherë, me qenë se jetë tek standardet, kush ka më standardet e larta për me shkujt? Unë jam pak të kanjose. Unë nuk jam të kanjoze, unë thjesht kam 3 parime, cilët mirë, mos të më thot çfarë do veshi, që i ka krejt avistit kundërtat, edhe të më doj shumë. Okej, atë çfarë do veshim e kena hup. Cila nga ju të dyja di më shumë sekrete për VIP-at? Edhe ti din, po unë ato që di janë old school VIP-a. Old school VIP-a. Nuk i di këto të rit. Modern VIP-a, me pak fjalë po hapëm gojë, gjeni vend e futuni se iku. By the way, guys, kam dalë që bukur sa më ka bëu Jesse, as I see myself and like, wow. Cila nga ju të dyja do të fitonte një konkurs manipulimi? Unë jo, jam budallaq, sorry. Edhe unë jam lop, them drejtën se ku di unë. Mendoj se Ti e shkathet. jam e shkathet, po ku di unë. Ja këpusi, ja theri. Atëherë, më thoni, kush ka qenë me një mashkull që nuk e meritonte të dyja? Unë. Përgjigjem unë. Përgjigjem unë. Fillo mami. O mami në çaj hallet. Gjitha ne vajzat kemi qenë me një mashkull që s'na ka merituar, kemi zënë men edhe kemi gjetë njërin që na meriton. Në meriton. Deri më sot, se ku i dihet. Kush do të kthehej me ishin për 1 milion euro? Kur në botë, kur edhe 4 milion të mjapësh, s'jam e dira më ushes gjërat për interes. No man. Unë do u ktheja për 1 milion shpulla. 1 milion shkelma. Kush meriton më shumë famë nga sa ka sot? Kush meriton të dyja? Mendoj se janë bë famoz njerëz se s'kan asnjë gjë për të tregu, janë si quhet, për shembull, këto VIP-at e TikTokut për mua duhen cancel, sepse nuk japin asnjë këshill të mirë, as si familje, as si njerëz, as si persona, thjesht tregojnë sa idiota janë. Do thoni ju, edhe ne dalim pa brek si mashkullsh, po we are minding our own business, edhe jena të promovu fitness, healthy lifestyle, gjithçka të jetë në rregull, një shoqëri super healthy, edhe krejt këto nuk po i shikoj fare në TikTok, shikoj vetëm bloz. Edhe njerëzit. Edhe ju budallej që komplimentoni. Po, edhe unë nuk mund kapaciteti trunit tim nuk e kap dot këtë gjë, nuk mund e logjikoj, si mundesh 300k followers me pas njerëz që vetëm shajnë njëri tjetrin. Me nonë me bab, mu me më shaj rob nonë e bab. Të kesh akses në telefonin e çdo personi për 24 orë apo 1 milion euro? 1 milion euro, s'do t'ja di fare. Kjo është Të lexosh interesante. DM-en të partnerit apo historikun e kërkimeve? Historikun e kërkimeve. Historiku is very Every time. Se DM jeni të poshtër, i bëni cancel. E di qa, unë e kam pas parë. Unë e kam pas parë historikun e kërkimeve. Oh my god. That's why your relationship mbarovi, man. Të dish të vërtetën apo të jesh e lumtur? E di që kesh parë thash të dish të vërtetën, për tash duhet jem e lumtur. No, rob, tu në du vërtet. U zutja dim linë ra, du mos stres në my life. Du stres. Cila nga ju do të hynte nesër në Love Island? Asnjëna. Unë i kryva për vete. Mu do më theri fajtin, edhe s'du. Kush ka më shumë ti për influencerat shqiptarë? E bëm këtë. Më duket Gjesi, se unë jam tired. Unan. Cila nga ju ka klientët më të vështirë? Edhe unë, kam faqet zezë. Komplikume situata për zë. Ato që kanë të mira, po ato që më qajnë vishë. Edhe ik. Sidomos personal training është goxha vështirë me klientat vështirë, po. Atë ka shkruajt në një në orën 12 natë se Jo. më dhëm krau se kam bë botox në ballë. Oh no. Pra. No. E kisha marrë me shkelma. Cilat janë pushimet tuaja të preferuara? Barcelona. Mine.
the best, the best, the best, the best. Kena kalu super. Gati. Cili është ushqimi juaj i preferuar? Tilafi mami. Bamjet. Oh, I love swear, I love